Papa Leo, i zgjedhur në maj si papa i parë amerikan në historinë e Kishës Katolike, ka ndezur një stuhi të re politike e fetare në skenën ndërkombëtare. Me një gjuhë të drejtë për drejtë dhe pa kompromis, ai ka sfiduar ashpër konservatorët katolik amerikanë dhe mbështetësit e presidentit Donald Trump, duke i kritikuar për hipokrizi morale. Në një deklaratë që tashmë po përhapet me shpejtësi, Papa Leo theksoi: "Nuk mund të quhesh pro-life dhe njëkohësisht përkrahësh politikat njerëzore ndaj emigrantëve. Nuk mund të jesh në të njëjtën kohë për jetën dhe për urrëtitjen." Kjo deklaratë është interpretuar si një goditje direkte ndaj retorikës anti-imigrante që ka karakterizuar politikën e së djathtës amerikane, sidomos gjatë administratës Trump. Reagimi nga qarqet konservatore ka qenë menjëhershëm dhe i ashpër. Disa figura të njohura mediatike dhe fetare në SBA e kanë akuzuar papën për ndërhyrje në çështje politike dhe për devijim nga tradita doktrinare e Kishës. Por përkrahasit e tij thonë se ky është një rikthim te thelbi i Ungjillit, dashuria ndaj të pambrojturve, mirëseardhja për të huajin dhe kundërshtimi i ksenofobisë. Papa Leo, me origjinë nga Colorado dhe një ish aktivist për të drejtat e emigrantëve, po përpiqet të sjellë një kthes të thellë në misionin moral të Kishës, në një kohë kur bota përballet me polarizim ekstrem. Mesazhi i tij ka jehon të veçantë në Ballkan, ku krizat ngjashme të emigracionit dhe retorika anti-refugjat po përdoren politikisht nga shumë aktorë. Papa Leo po vendos një standard të ri për udhëheqjen shpirtërore globale, një pap që nuk trembet kafshoj kur e kërkon drejtësia.